Qeveria shqiptare do të vijojë monitorimin e tregut të karburanteve dhe çmimeve të produkteve bazë, ndërsa paralelisht ekonomia po shfaq tregues pozitiv rritjeje. Në një dalje për mediat këtë të premte, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, paraqiti një panoramë të përditësuar të zhvillimeve ekonomike dhe masave në kushtet e pasigurisë globale. Sipas saj, ekonomia u rrit me 3.8% në tremujorin e fundit të vitit 2025, mbi mesataren e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Rritja është mbështetur kryesisht nga sektori i ndërtimit dhe shërbimeve, ndërsa bujqësia dhe sektori i informacionit e komunikacionit kanë shfaqur dobësi. Ndërkohë investimet dhe eksportet kanë njohur rritje të ndjeshme, duke reflektuar një interes në rritje të kapitalit të huaj për tregun shqiptar. Ne po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Sipas ministres, bordi i transparencës do të mbetet në funksion deri në stabilizimin e plot të situatës së çmimeve, ndërsa në teren do të angazhohen grupe monitorimi për të verifikuar luhatjet në tregun e ushqimeve. Do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime. Do të dalim në terren për të monitoruar çmimet dhe për të monitoruar reflektimin e furnizimeve me realitetin e çmimeve. Nëse do të marrim vendime në të ardhmen, do të marrim vendime të cilat lidhen me shportën bazë të konsumit. Në kushtet e luhatjeve globale, veçanërisht mbas zhvillimeve gjeopolitike dhe ndikimit në tregjet energjetike, qeveria po mban në vëzhgim të vazhdueshëm çmimet e karburanteve. Sipas Ibrahimajt, deri më tani nuk ka pasur abuzime në treg, ndërsa vendosja e çmimeve tavan synon të shmang spekulimet. Paralelisht, autoritetet do të monitorojnë edhe një listë prej 80 produktesh ushqimore bazë. Megjithatë, ministria pranoi se ndërhyrja në këtë treg është më komplekse krahasuar me karburantet. Ndërsa energjia elektrike dhe ushqimet mbeten faktorët më të ndjeshëm për buxhetin familjar, qeveria nuk parashikon ndryshime të çmimit të energjisë. Në vend të kësaj, në rast nevoje, do të aplikohen paketa mbështetëse për kategoritë më të prekura, përfshirë pensionistët. Autoritetet theksojnë se monitorimi i tregut do të vijojë në mënyrë intensive, me qëllim ruajtjen e stabilitetit ekonomik dhe mbrojtjen e konsumatorit nga rritjet e pajustifikuara të çmimeve.